shqiptarën, kosovar, për ata që kanë dëshirë më qujtë të tillë. Shoqënia e Kosovës. Ky flas pas teleprompter, s'ju flas si kandidat për deputet se jam, por ky flas diçka që të duhej me fol. Këta njerëz që na kërkojnë votën, ka të cilët e thonë kemë bë mrekulli. Sa po ktheva prej shkollës ku i kam vajzat, edhe skenat të cilat i hasa janë më të meru, të duhej me u sensibilizu urgjent se cili zyrtar i shtetit, qoftë i shtetit qendror, qoftë i shtetit lokal, pra i komunës. Me i pa 2-3, 3-3, nuk e di sa ishtë në gjendje, klasë 6, të përgjakun, para një shkolle, asgjë marrën s'paska. Edhe kur kujtojmë që neve zakonisht si shoqëni, kur e shohim që po na ndodh para syve, atëherë sensibilizohemi edhe e buna pyetje vetes. Është në qëtë shkollë, në qëtë hiq siguri, fare pak. Më shkollohen 2 vajzat, më thonë edhe askush nuk del, nuk e thot një fjalë. E kom fjalën kjo struktura e organizuar e prindërve, këshillit prindërve, që i thot vetes se edhe që dile shën deklarata, komunikata për zhvillime politike e nuk del me reagu, edhe për gjëra të cilat janë që na takojnë neve, që i takojnë aty në si këshill me prindërve. E ne sot në gjithë ditën vazhdojmë me komentu në vërjetë se pas ka mu përballë Albin Kurti me Visarit Merin e me Lirin Memetaj. Me bo viralitet një debati që mas pakti prodhon diçka të mirë për këtë vend. E në fakt, po na e kryjnë dhe unë në këmbë. Ky sistem shtetëror, hiç një emrat dhe mbiemrat e kryeministrave, kështu kuptimin personal. Po si pozita, këta njerëz na mbajnë zgjedhje 3 herë mëna në viti, por nuk na ofrojnë zgjidhje asnjë herë mëna jetës. Për asnjë segment jetësor, shoqëror, thelbësor, jetik, kësaj shoqënie për mu rrit e mu zhvillu në kushte normale. Proprio ju tham, për gjunat Zotit, që thot populli, skenat para shkollave. Nuk është e vetmja, se bisedova me njerëz përgjegjës aty. Nuk është skena e parë, nuk është pamja e parë. E fatkeqësisht me këtë rang të shoqënisë as kam në fundit, fatkeqësisht. Kaq. Kështu që nëse harroni zgjedh me 7 qershor,